Mark, ndërkohë, çfarë po ndodh në raport me lindjen e mesme, Trump postoi sërish në platformën Truth, ku tha që ka ndalur urdhrin për një sulm që supozohet godiste disa pika strategjike të Iranit pas kërkesës së liderëve nga bota muslimane në lindjen e mesme, përmendja Arabinë Saudite, Katarin dhe gjithë aleatët e tjerë në rajon, vazhdojnë të jenë pakistanezët ndërmjetësues të negociatave. Çfarë mund të arrihet për një lloj tejkalimi të situatës që është krijuar? Po, është interesant se këtë bllokimin e Hormuzit fillimisht dukte si një maneuver shumë pozitiv për Iran, por kur Trumpi ka bërë një double block, domethënë bllokim duple, ishte ngjante si komedi në film, por në fakt Trumpi nuk bënte dot bllokim në fillim sepse do kishte një reagim shumë të fortë nga Evropa dhe nga Kina, por ai mund të bëjë një bllokim të dytë dhe tani ngeli Iran pa burimin të tyre kritike dhe ata kanë një kapacitet që është kufizuar për të mirëmbajtur prodhimin e gazit, nëse nuk storage, domethënë nuk mbajnë dot prodhimin, do thotë që ata duhet të mbyllin puset edhe këtë do ishte shumë dëm për sektorin të tjerë. Unë besoj që marrëdhënia me Kina takon edhe Iranin, edhe besoj që Kina është duke mbështet Iranin, por duke mbështet duke tregtuar përmes Pakistan edhe disa vende të tjera. Ka disa urët dhe disa rrugët që ne mund të shkatrojmë në brenda Iranit nëse duam të ndalojmë këtë. Ka edhe marrëdhënie midis ata të naftës të Irak edhe Iranit, dhe Iran është duke shit naftë në Irak edhe janë duke përzierë këtë naftë, duke shit naftën si nga Irak, si që ata rusët tentuan të bëjnë me Shqipërinë para disa kohë me Gonagall. Kështu që ka disa hap që Trumpi mund të bëjë të ndalojë këtë. Ai mund të kapë edhe ata anijet fantazm që janë afër Indonezia dhe Malezi. Por nëse ata kombët që janë në rajon, që janë aleatët tonë, por në botën islamike thonë që ne kemi një shpresë për të bërë një marrëveshje që do thotë që Irani nuk do vazhdoj të ndjek zhvillimin e bombave protonore dhe do hapet prap Hormuzin. Ndoshta është në interesin edhe Iranit, edhe ata që janë fëmijë të Iranit të ndjekin këtë rrugë. Për mua është pozitiv për Trumpin. Ai ka disa kartë në dorë që nuk ka luajt akoma, që e kam përmend tani, por nëse këta situatë zgjidhet me diplomaci, këta është më mirë. Mark, ndërkohë, një element që bëri përshtypje nga mediat ishte edhe momenti kur Trump ngre një dolli gjatë vizitës në Kinë. Presidenti ka thënë për shumë kohë me radhë që nuk është i konsumator i pijeve alkolike për shkak të një historie të trisht familjare ku vllai i humbi jetën për shkak të problemeve të varësisë ndaj alkoolit. Megjithatë kishte komente që thonin ky ishte thjesht, besoj jemi tek ky moment që po transmetohet. Nuk e di si u komentua në Amerikë. Trump me të vërtet ka një rekord shumë të mirë në qëndrimin larg duanit, alkoolit dhe drograve. Gjë që është përmend vazhdimisht, ndoshta nuk ka dietën më të mirë ushqimore, por për këto tre faktor mbetet një kampion absolut, apo jo? Ka disa që janë fetar që nuk pinë fare, kështu që ai nuk është mos pjesë për shkak të fejes, por unë kam disa miq që kanë ardhur në Shqipëri para shumë kohësh, edhe ishin fetarë dhe thonë që nuk pinë dot raki, por jemi afruar raki pothuajse në çdo shtëpi, kështu që duam të ofendojmë ata që na kanë mirëprit. Dhe ishte shqyrtuar, vetëm merr pak në buzë dhe kaq, nuk ka nevojë të pish gjithë, sa për respekt. Kështu që për mua ngjante si punë të tillë që ai
vetëm filloi si që ishte duke pirë për respekt, por ai po thosë më një herë e dha gotën plot, ishte plot koma gotën të Kamerunin. Kështu që për mua ishte një shenjë respekt për Kina që kanë prit Trumpin edhe gjithë delegacioni shumë mirë, nuk ishte ndonjë thyrje e zakonit të tij, por prapë ai nuk bën këtë për shkak besimi, kështu që edhe po të pije një gotë alkool, ndoshta nuk është një haram, por prapë besoj që këta ishte për respekt më shumë se gjërat e tjera. Mark, në tërësi beson se ishte vizitë e suksesshme? Po, besoj se po. Çdo hap që reinforson stabiliteti, edhe çdo hap që jep dritë te ata problemet që Kina krijon brapa skene, duke mbështetur Iranin, qoftë për sulm kibernetike, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri, qoftë mbështetjen e Rusia për ekonomitë të tjerë, për të vrarë edhe për të sulmuar Ukrainë, qoftë për ata drogët që po vinë në Amerikë, fentanolin, sidomos që vinë nga Meksika, por nuk mbështeten nga Kina. Besoj që këta janë gjërat që janë shumë domosdoshme për ne në Amerikë edhe për Evropë. Besoj që çdo hap pozitiv ekonomike që është bërë siç është duke shit 200 avionet të Boeing edhe disa pajisjet bujësore. Edhe nëse ne mund të ulëmi tarifet mbi Kina duke marrë edhe minerale rale, këto është pozitive. Se vetëm kur nuk ka muhabet, këto është problemi, se edhe një hap të vogël mund të jetë hap më të madhe të nesërmen, por nëse nuk ka hap fare, këto është problemi, edhe kemi bërë disa hape. Mark, dhe në pyetje të fundit, kemi diskutuar më herë dhe për nominimin e Eric Wendt si ambasador amerikan në Shqipëri, a ka detaje të reja apo mbetemi ende në pritje të konfirmimit në Senat? Mbetemi në pritje, normalisht Shpinë e Bardhë shpall kandidatët e tjerë, edhe shkon në 2 fazet, shkon në Senatin, edhe në fundit është Senati që konfirmon, por ka një komitet në Senat që ata marrin kandidatë për pyetje. Këtë është diçka që është publike, ende besoj që nuk është saktuar datën për këtë seancë, por kur do të ndodhë, do të jetë publikuar online publik. Edhe më pas do jetë një vot në gjithë Senatin. Nuk besoj që do ketë ndonjë problem me kandidatin, besoj që është shumë i kualifikuar. Por nga njëherë byrokrasinë e Washingtonit, ngec edhe kandidatët që janë shumë të mirë, kështu që është një pikë që ndoshta është pikë e byrokrasisë në Washingtonit edhe kur të dëgjojnë diçka do jetë publike. E qartë. Mark, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit për ftesën. Mirë miq, do të ecim më tej, shkojmë reklama, kthehemi pas pak.